na kudo më lind, në Londër, në Berlin, në Paris, në Amerikë, prap se prap gjakun e kem shqiptar. Po, kush ta ka mësu që a e ke marrë prej familjes që ta? Që gjakun, se do më thonë, ideali i ri nuk është, edhe në përmëndoj bash e thjesht me e thonë, është diçka e madhe për ne. Nuk është në sen që na kanë mësu direkt, po në vepra në shpe kena pas kulturën shqiptar, se kena pas kulturën e huj, ose të përzim, jena familje shqiptar, një vend jo shqiptar. Vetë rrethonat e ka kriju që na më mojt edhe ma lidhen ma fort me shqiptarin ton, me identitetin ton, për shkakun që jemi larg vendit, do më thonë, kjo e ka sill nevojën për na më ndi dhe ma shumë shqiptar, prej frikës që pe hupem qatë identitet. E qartë. Qysh është jeta e shqiptarëve në Londër, Enes? Jeta është shumë mirë atje për shqiptarët. Alhamdulillah, do më thonë, nuk e kemi në e farë kufizim as me pas një jetë mirë, për edukim është shumë e përhapun, ka shumë shqiptarë që çdo vit po diplomohen ekonomi, inxhinieri, fizik, mjekësi, stomatologji, e kështu me radhë na krijojmë në përfaqe të mirë, do më thonë, kur dikush dëgjon për shqiptarët, e din që shqiptarët janë punëtor, janë njerëz respektueshëm, edhe që jemi njerëz e të mundesh me gjetë shqiptarët në çdo aspekt jetës. Po, a ka qenë Enes e vështirë, ti tha që i kemi majt traditat, kulturën, pavarësisht që keni jetu atje, prindrit nuk të kanë thonë që duhemi me majt, po me veprime e kanë tregu këtë. A ka qenë e vështirë me shku në shkollë, me pas një shoqëri, do më thonë të Londrës, me një mentalitet normalisht që dallojnë vendet, edhe në shtëpi me pas diçka ndryshe? Unë për vete, se që kjo fjallë është, që kjo pyetje është subjektiv, çdo kush e ka ndjenje të ndryshe. Unë për vete më thonë që nuk e kom pas vështirë, u kanë për mu veç një fakte e jetës. Kudo që shkon, kemi pas diferenca, edhe brenda Kosovës, rajon për rajonet ka diferenca. Për mu veç u kanë thjesht, kur jam jashtë shtëpisë, veprona pak ma ndryshe, fole pak ma ndryshe, e kur jam me shqiptar, është tani ma ndryshe, kulturët dallon pak, por nuk u kanë naj sen që të ka shti në siklet. U kanë shumë natural. Unë besoj që edhe njëri në përditshmëri, nëse je të fol me menaxherin tone, nëse je të fol me shokun e ngushtë, nëse të fol me prind me axhallar, të ndryshon edhe mënyrën e foljes. E për mu kanë çashtë, veç që më të ndryshu mënyrën e foljes e veprimit me jo shqiptar dhe me shqiptar. Edhe shumë është u kanë në san mirë që edhe shoqërinë time e kom pas shqiptar.